Punëtorët e kraut në Lazarat të ardhur nga jashtë fshatit për të punuar në parcelat e drogës tradhtuan pronaret e tyre. Rreth 60 persona nga Gjirokastra, Elbasani, Cerriku, Pogradeci, Prenjasi treguan në prokurori me detaje mënyrën e punës, vendet ku punonin, vendet ku flinin, emrat e punëmarrësve dhe çdo gjë tjetër. Sipas akuzës, të gjithë këta punëtorë u ndaluan në Lazarat. Disa prej tyre tentuan të largohen, por u shoqëruan për t'u marrë në pyetje. Hetuesit thanë se asnjëri prej tyre nuk do të procedohet penalisht, pavarësisht të identifikimit nga punëtorët apo nga përgjimet e kryera nga prokuroria. Dyshohet se personat që qelluan ndaj policisë u larguan nga fshati një natë para hyrjes së policisë. Mendohet se ata ishin rreth 20 vetë, mes tyre kishte edhe persona me precedent penal. Të gjithë u larguan nga Lazarati nëpërmjet lagjes Kordhoc. Breshërit ndaj policisë ishin për të fituar kohë që të arrinin të hapnin një shteg për t'u larguar, së bashku me parat që mendohet se i kishin kesh. Gjithashtu gjatë kësaj kohe mendohet se janë djegur edhe parcelat dhe hashashi i depozituar në fshat, duke derdhur në rrugë apo në kanale të ndryshme. 25 makina janë sekuestruar, disa prej tyre të djegura apo pa dokumenta.